Kanjoni i lumit Mirusha është ndër mrekullitë më të bukura natyrore të Kosovës. Një pikë referuese për turizmin vendas. Ky vend unik dallohet për 16 liçenet e tij të ndërlidhura me 12 ujvara të rrethuara nga gur të thepisur gëlqeror, shpella mistike dhe një biodiversitet jashtëzakonisht të pasur, atraksioni tërheq çdo ditë e më shumë vizitorë vendor dhe ndërkombëtar. Në kanjonin e lumit Mirusha një atraksion i veçantë, ujvare dhe liçene, të cilat e bëjnë të veçantën për turizmin në vendin tonë, ku shumë turisti janë jo vetëm vendor, por edhe ndërkombëtar. Kanjoni ka një gjatësi prej rreth 10 kilometrash. Turistët nga mbar bota mbeten të magjepsur nga kjo bukuri e rrallë. È la prima volta che vengo in Kosovo, è molto bello, mi piace molto. Është hera e parë që jam në Kosovë. Është një vend shumë i bukur, shumë atraktiv, në të cilin gjendeshin pellgjet natyrore, shumë të bukura dhe me një diversitet të pasur natyror. Me që jam për herë të parë në Kosovë, kam krijuar përshtypje të jashtëzakonshme me bukuritë natyrore të kësaj zone, në veçanti e cila e bën vendin tuaj atraktiv për vizitor. Ndërsa jam i impresionuar me biodiversitetin siç di vetëm natyra ta krijon. Përshtypjet e mia janë të jashtëzakonshme dhe sigurisht që do të rikthehem prapë në këtë vend. Molto in alto, il percorso è ben tracciato, ben segnato. I shpallur si park regional natyror, ndërhyrjet e njeriut këtu janë të vogla dhe fokusohen vetëm tek siguria. Larg zhurmës urbane dhe temperaturave të larta të verës, këtu dëgjohet vetëm një gugullima e ujit dhe gjinkallat. Vizitorët shfrytëzojnë rastin për fotografi, shëtitje me barkë në përpellgje apo për të freskuar në liçene. I vetë në Kosovë, zonë më matë mirë në ka, vend matë mirë në ka. Heq në ka, këtu vinë prej shtetet hoja me vizitu këtë vendu. Djetën e fte milione kjo është fort e formë, edhe këtu që përpora që që kanë gjujtë Park Nacional, që këtë vend ka i pena. Është i mbrojtën? është shumë me Park Nacional, me së është, po është bledhë në tërtimi këtë nuk ka, nuk lejojnë. Vend ma i mirë zbana? Ma i mirë nuk bën heq, që në jam i këtojtë në ditë për ditëve. Çdo ditëve. Cila ditëve ka ma shumë të vizitor? Të shtonë e dile. Interesimi për ujvarat e Mirushës po rritet dita ditës, me pak më shumë investime në infrastrukturë rrugore dhe në sigurinë e shtigjeve, ky kanjon do të shndrohet në një pikë kyçe të turizmit në Ballkan. Deri atëherë vlerat ekologjike dhe peizazhet do të mbeten të dokumentuara në kujtimet, fotografitë dhe videot e panumurta të çdo vizitori.